Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, jemi sot në Kamenicën e bukur, si që ju kam thonë, tash shumë shpesh do vinë në Kamenicë, njerëzit mikprica, njerëzit kulturum. Me thonë, jemi në fshatin, si me qujt fshat, kur duket qytet, jemi në fshatin në Rogoqic, shkurt Rogona. Hajde po shkojmë fill me një here, me komentim se kemi shumë qka për me komentu, kështu që këtë nuk mundem as me bo shkputje. Në fillim të fshatit është marketi, shifeni edhe parkun që e ka fshati, jam të e po një lapidor, po shkojmë shpejt, si në çdo fshat ku do që shoh lapidor nuk mundem me kalu, pa ardh edhe me thonë lavdi dëshmorëve që e kanë dhënë jetën për lirinë cilën na sot e gëzojmë. Tu jam të i po dy emrat e dy dëshmorëve, Selver Kryeziu, si dhe Emin Kryeziu. Duket me qenë babë e djalë, po më duket ashtu kujdes nga foto, por që nuk e kam të sakt këtë informacion, si që në tu e po pra hyra kështu, spontanisht, si gjithmonë. Po me qenë edhe pjesa e parkut që është në fshat, miqtë e mi, veç me i thonë fshat, gjëna me i thonë fshat, se keni me po. Marketi tjetër, lëvizje kemi gjatë gjithë kohës, shifeni pra rrugë kryesore, apo kalonon di para mie? Viva Fresh Store, edhe vive në Paskan. Lëvizje pra si që isha duke ju të regu, ka shumë me që është ndër fshatrat më të zhvilluara të kësaj komune të pakten, sa mu më karo me orë në vizit në për fshatrat e Kamenicës. Jam të e po dhe ria edhe qako tjetër, një tjetër restaurant jam të e po Bujko Petrol për derivate Viva Fresh. Shumë qka sa që nuk po di qka me ledzu ma por. Sig kos. Fshati ka mbeti mëre, që kum ka ikë. Fshati e ka një shtrirje bukur të madhe, të jetë të madhe. Po besoj që edhe numri popullsisë brenda fshatit duhet me koni madhë, për arsye se është gjëna me braktis këtë fshat. Gjithësi këtë informacion do e kuptojmë për gjatë ditës së sotme. Jam të i po njerëzit punëtor gjithandej me traktura, kamiona, lëvizje, shkurt shqip, lëvizje ka shumë. Që trakturi shqitet, a dëm ta blion të që traktor? Ashtë Trakovic, po, a Ferguson, cili është kjo? Qysh? 39? Jeshtë 39 që në penali për veti, pro. Një fshat të jeti zhvillum me gjitha elementet, që ndoshta edhe në ndonjë qytet nuk i kanë gjitha këtu. Jo, përshëndetje! Pasi munden me kanë njerëzit në Kamenicë. A që bukur kam kalua ditë në fshatin që isha Shqipashnic. Sa që mezi kam pritë me ardhë, me nëzitim kështë, për sërinë e Kamenicë, agronomi, puna mbarë, a do një mësafir? Dojnë kush pja u vetë, letrat se. Hajde po kalujmë. Ku i ki bigat, unë si di bigat? Muqiver, Stefan Muqiver, vish përshëndetje. Si, Mirë, jo se jeni një lotë. Vish të kalek nej se nuk ka kuptimon me folja ashtë. Ka... Ku pas një penzion ma kanë Vish pak, vish të ratu e na dhe flasëm. Kumbaja ka zonë shabun. Në bujqësi të i punu me këtë trakturin me kjo shaqeran Kallamoq, ma ka zonë durën, 2019 me të 29 shtator. Tash sot nuk ndollë. 5 herë e ku mbu operacion. Ma kana sina një penzion për 3 vjetë ma kanë dërprej. Jo ma në ku që të shka kur gjo njëre. Shumë ka këti ku një për dokument. Por që nuk të ka penalizu, vazhdojnë me punu për atë sa mundesh. Kush me se na, vetë jam shpi. Veç me shush.
Sa? 20 bika i kom. 20 biga i ki. Mund me orë të ky ku. Që ky, i pari o zoti, i dyti që ky i treti une. Mos më konë që të sëmë punoj me qëtër traktorët, me qëtër. E gruja, po mundet me të ndimu? Ja, grujen se lo me hinti në arë, heq. Gruja i ka punë të veta. Para 3 vjetë më kanë ndekë baba dhe nona, i mi ka këshyrë pleqët. Ajo e ka pagu vetën. Sa mirë e ke thonë. E ka që ju ka ndodhë në vitin 2019, a? 29 shtator. Po, je konë me punime. Po ty punu, jo ndalë mra pa me hiq të shushla. Kombaj ma ka A zonë. kishe dikon aty pranë, prezent? Pas një kusheritën, aje ka shumë këtë trakturin edhe janë ardhë një mekanik, ardhë një mekanik, e ka shliru një 4 shtrafa dhe këmë dheltuar. Jem shku për Prishtimin, edhe këmë bo 5 herë këmë bo për atje. Por që pas ke pas fotin që e ke pas dikon ofër, edhe e ka ndalu për ndryshe me fatalitet. E luti Zotin, inshallah, kërë të shmunin më të madhin, mësë me ndodhë. provu. Jo. Falenderit, ju përshëndes, inshallah kaloni mirë. Në fadil Zoti ta dhosht shëndetin, mbarësi, Inshallah më ke, bo shumë inshallah. qefi që u takum. Hajde, falenderit edhe për juve. Ju Edhe që përshëndes. vazhdoni me punu, nuk ju ndoj. Ja, një herësat jam që shtu punoj, ta në kur të Edhe vozit edhe tanat. Po tjetër, s'ka, ka me marë. Mora me që të më marë. Ju Halal. përshëndes, Jeni hajde. shembull shumë motivus. Kaloni mirë. Çdo të mirë ndërum. Hajde. Përshëndetje. A jeni banor të fshatit? Jo, si me të dojt. Përni me? Jo, si. As ju nuk jeni ja? Ko me shku në komune me ta lyp emrin, a je banor i Bravo fshatit. të bravo se jetë të bëjmë misione të mira shumë. Faleminderit shumë. Respekt. Po më shkil. Mirë pafshim. Hajde po kalojmë kënej. Kujdes ondi sot se e kemi pas me konë në qytetë në Prishtinë. Sheveni pra, autoshkolla Ibra. Edhe kjo, kamion. Jo lumë, njerëzit janë shumë mikprica në Kamenic. O, përshëndetje shoku, si je? Si. A je mirë, a je lumë? Jo. Qish po kalan? Mirë. Ku ishe të shku? Në shtoj e tola me i. Ke dal me it. A, një mirë shumë. A të përshëndes? Po. Mu po qevi që të posh, me të mira. Mirë pofshim. Tung. Nuk po më pëlqen pjesa momentalisht. Shka i keni bo mërë trotorit? Ku keni dosht me qu? Që pjesa nuk po më pëlqen e pas kam përmësysh. Për ndryshe, trotori nuk mungon në këtë fshat, në të dy ontë. Fshati thuj qka dush është i zhvilluar, kujtes, është i zhvilluar sa dush. Do të mesë shumë ka dalë se këtu gjdo një hap ka diçka. Ka diçka për me thonë. Për shembull, bar nature, bujqësore. Mëre shumicë nuk i kemi asë në qytet. Qa pa tjetër, a ku më haru në i sen? Jo. Pas kemi edhe familje me shqipon, patriota, pra nësi cilin fshat është e pa mundur mës me pas ndyrë të borrit, a je pat aty brenda shtëpis, objektet bukura, e shifeni pra, une një njovë kom pun këtë në Rogana. Ordit term, ngrohje dhe klimatizim. Shifeni, do thot edhe për klim, kujdesen këtë brenda fshatit, vjen ta monton klimin. Përshëndetje, si jeni të ndëruar? A jeni mirë, si shkoni, si kaloni, me shëndet? Mirë, faleminderit. Mirë. Mirë edhe nash rahat. Hiq fare, nga ju që kemi trija. Na tri e tjera të nuk Jo tri po, djali i ri 40 vjetë tash i pas ke bo. Shumë, mashallah, por që ende shofer, mirë është puna. Jeni banor të fshatit po? Po. Si ma përkufizoni fshatin në Rogana? Një fshat me perspektivë të madhe që ka qenë më herët, tani ka zënë të zbehet për shkak se rinia ka dalë për jashta, po megjithatë nuk dorëzohemi. Por që lëvizje ka gjatë gjithë kohës. Patjetër. Kallabllak ishit mjaftueshëm. Patjetër. Na edhe ashtu jemi kallaba. Kallaballak. Me jo bo pyetjen çka mungon brenda fshatit, po besoj që nuk mungon asgjë përveç rinis, a? Përveç rinis po. Po edhe so kemi, po jo mjaftueshëm, jo si që ka qenë më herët. Po moshat e shtyra sa kanë mbetur në këtë fshat? Të gjithë. Të gjithë. Sa dikur asnjë ende? Nga dy. Shokun e pas ke morra? Nga dy. Vllajin. Nga vllau, Po. se nuk po ngjojshit fare hiç. Po nuk dihet. Një 70 ma vonë.
Tjera kushte kanë qenë. Ti ma i modhe gjithmonë e hanë ma shumë. Pak normal, duhet. Unë ju përshëndes me Ju që jemi jeni në për e të rrugë. parë këtu? Po, për herë të parë kom marrë me xhiru fshatin, Rogona. Shumë mirë, shumë Po, mirë. e kemi emisionin që i vizitojmë gjitha fshatrat në Kosovë, sot e ka Ju pas lumë, radhen ju lumë, fshati juaj. Atëre ratë në personin që ka dhe portalin Info Rogana. Kush? Me Juve? Po. Apo, kështu bisedu dhe ma gjatë, pro. Po për e Qenë tjerë se kemi tani, kolegë. tani jam nisë në rrugë, nuk kam kohë. Mirë pafshim. Respekt. Sukses. Ishte mirë. kratësi, çdo të mirë, miru pafshim. Hajde. Këto njerë sa dush, veç a ki pyetje Dorontin. Përshëndetje. Si jeni ai një mirë? A mundemi ju folë përse afërmi? Dorontina, si jeni? Si e Dorentina, jemi si po kaloni apo lodhi? Jo si E jeni? ketë mirë këta Mirë zotin. gjithë jemi. Jo me familje, me shëndet. Mirë, ju? Mirë rënash. Qish po kalon, dy pyetje kom ja bo. Qish po kalon në fshatin Rogona? Mas pare, si inxhinieri. Shohtën Rogona shumë mirë, Inxhinier është me profesion, a? Inxhinieri? maqinerisë. Po, edhe profesionin e ushtron Shec, shec. po, Qa ti besh, më rëndësi nuk rën. jo. Po bëhet puna? Doptër shumë, po, s'ki shkaj po. Orditer, Do të më- klima. Shka është më e Edhe keqe nxemi, jemi edhe prej fshatit. klima. Tani të e pas ke inxhinieri hidrës. Po. Të ka lidh profesioni. Përfshirë, qaj. Po, fiks. Se të ishte me u bo modest, me thonë vetëm shec, por publik, hidro, me klima e me ato nxemjet, nxemje, gjitha lidhem bashkarisht. Po, po. Tu shesme na ka pak, s'shtu. Puna po bohet, mirë. Mirë jo. Jo Sa mjaftueshëm, a? Po Deri na diko, dyqysh kur deri nuk jemi të kënaqur ashtu, Deri jemi diko, kërkues mirë. gjithmonë. S'ka Brenda fshatit nëse dini më tregu sa është numri i banorëve momentalisht, që janë banor rezident. Asnjëri si jemi të Rogonës, unë jam i Karaqevës, s'ki me qeverë, se të vesh duan. E nëse dini më tregu mirë, nëse ju Praktësisht i ka 700 shtëpi. Po. Po, dhe ka infrastrukturë shumë mirë. banor po besoj janë dikon 1500. Bini 1500 një. Ma shumë ka, a? Mashallah. Bini 1500. Bini 1500. Fshati për ndryshe i shumë i zhvillum. Po, shati është në këtë pjesën të naltë. Shta keni fillu prej atje. Po, Po, prej mundi atje. me dalë deri te shkolla, është ambulante, Ne janë kemi me shtëpi. shku gjithandej. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Falendroj dy banorët që nuk janë banor nga ky fshat, por që unë dalëm për pak qaste me bisedu, me qenë se nuk është se i një, unë e kënd të shoj përshëndes, përveç ta dy djemë nuk i përshëndes, se isha duke fol me juve publik. Fizioaktive, what is this? Çka është kjo? Fizioterapia, ordinonca. Ja, ja, më kanë hamend mëre. Jam të po dhe Kamenica Net, ordinonca logopedike, pra e pas kanë edhe logopedin, gjë që mbet shumë qifi, unë kudo që shkoj, fëmijët janë të partë, më pastaj në tjirt. Edhe kanë? Edhe saloni Ardiana, më shku me ndru që të ngjyrë, qa po më thëni? Jo, s'bën, s'po godzoj, se tani nuk më njuhin. Autoshkolla Ibra ma heret, pra që e poshat kamionin, e pas kanë edhe autoshkollën, nuk po mbëlqen momentalisht, shifeni, trotuari, do thot, gjithat mirat i pas kanë përveç pjesës trotuarit që vende, nuk ishte nivel, por punë e vockël është kjo, përmirësohet, kaq, orta den, ordinonca stomatologjike, gjitha i pas kanë. E atëherë shtrohet pyetja, pse kanë pas arsye banorët me braktis fshatin, kur këtu e pas kanë pas qytet. Edhe një lokal jam të e po, që ta shte me himja u lypë një gotë uj, se kam nevoj shumë për uj, ka ro shumë e full sot se kemi pas edhe për që ka me bisedu
me komentu, mobileria, dizajn. Një fshat si Rogona. Tja u lipi një gotuj qëtyne, kosh për ma qëtë një gotuj. Të shë, a janë mikprica edhe në këtë fshat. Përshëndetje! A mundin një gotuj me masjel? Si jeni? A i një lodh? A më flet dikush për fshatin a ju? Si jeni, a? Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Çdo të mirë, sa bukur e pas ka po murin. Faleminderit shumë, Zoti ju dhash bereqet, se bash fladit më ko. Një fshat si Rogona, me të vërtetë më kalon për shtypje shumë të mira. Përveç fshatit, banorët janë ata cilët e perfeksionojnë dhe japin ngjyrë fshatit. Njerëzit si kanë me qenë kamenicë ndryshe, ende kam bet me atë qefin e epizodës të kalume se sa mirë më kanë prit, e kështu që më ardhën në kamenicë, edhe mos me gjetë mikpritje është e pamundur. Tash, edhe dikush më thonë se Kamenica nuk janë njerëz mikprica, o krye, kot është. Varezat e fshatit, nuk kisha pas dëshirë me i kap, jem të e po edhe një berberhane. Puna në barë! Tjetër tenda në shërbim, dekore për dasma. Qka nuk pas kanë këtë fshat, veç në bobë që thoi nuk po i gjojshe. Me të vërtet fshati është shumë i zhvillum, i ka disa veçori që në fshatra tjera nuk i kam po. Mund të me thonë lirshëm është fshati që ka mas shumë të investime. Kur tham investime e kam fjallin për gjërat elementare që do të me ka në se cilin fshat. Por këtu pas ka ma shumë se që do të, apo po shojnë pak se ka po hërin ko shpunës. Veç aj që ponon. Ja, këtu një javë keni me më pas dhe i të përfundoj emisionin. Në fakt, në tozha, e dini, ne do mundohemi në pikat kryesore me pasqyru sot fshatin Rogona. Edhe një tjetër market Meli. Këta, në fakt, Rogacic është emri fshatit, por që ta ndej shkru në Rogon. Kujdes. Edhe një tjetër berberhane, po, hairstyle, kushtra. Dhe i drënë në 19 po punoj kanë. Ka shumë qka me bisedu, me tregu për këtë fshat. Edhe njerëz kemi taku, me televizja është shumë e madhe. Jem të e po dhe telkosin e pas kanë edhe një klinik, kontrolat për gjithshme po boj kanë. Shumë mirë klinik, 2-3 klinika ishin kështu, po ashtu, më kanë tregu që, në fakt më tregu që e kanë edhe qendrën e mjekësisë familjare, edhe një tjetër lokal, edhe qka s'pas ka. Autolarje, barnatore, apo shkojmë në pjesën anej pak? Ha? Hajde. Kush, edhe mbeltur, a do një tortë ta boj për ditëlindje? Të kështë bas ditëlindje në sot, për një me ta kështë porosit. Veç po i marëm ca po me në këtë rogic, edhe po këthejhemi, a i pas kanë atë pjesën me pastru makinën, a? Po, shower, baby, shak të. Po më duke qenë në këtë rogic, janë edhe pak shtepi nga jo që ka po arrime po, edhe kalujem në malë. Kështë që për mos më shku në malë, se kemi shumë punë kënej brenda fshatit, ne po këthejhemi, edhe normalisht rogicat cilat nuk arrimi me konë sot, do i keni pomi të shfaqura me dronë. Do të shumë punë për të bërë sot në këtë fshat, me dëshirë kësha bo një 4 orë, atë shumë kemi për çka me bisedu, ose me pjesë, me bo si serial. Në fakt Rogona edhe serial me bo qenë ka e modhe sa dush. Jam të i po zebrat për herë të parë në një fshat, janë edhe zebrat, të e marrë parasysh televizja është shumë e madhe, fshati është shumë i madh, edhe janë kështu rrugë kryesore, pa dyshim që janë dasht edhe zebrat me qenë. Qka po më pëlqen një veçori, çdo 10 hapa një pushimore. Për shembull, si puna jeme që jam sot këtë për herë të parë, me patjetër që duhen me konë pushimoret.
se isha fokusin tash kene edhe një tjetër dëshmor Nevzat Kryeziu. Iren, për qatë periudhës 99, lavdi gjithë dëshmorve anën banë Kosovës, cilët e kanë dhënë jetën për liri që ne sot e gëzojmë. Konkurs pune, atë aplikoj mëre? Për rekrutimin e ushtarëve të rinë në forcat e sigurisë së Kosovës. Mosha, ja, s'po më kap ka mosha, ja vëllai ku më kalu tetës këtë moshë. Edhe një tjetër market. Hajde t'ja u provoj ujin. A është me veti shëruese apo është vetëm uji? Po ti merdhi ka durt. A dënon ti me pi? Se për ty nuk mora uj, ka po shkojmë kështu? Po, tash do e komentoj edhe xhamin, jem të e pa, sa e bukur, mezi po e shoh, se shumë e modhe, edhe ju ku ma afru kur ma ofër se sot. Sa bukur, mashallah, e kanë edhe pjesën e odës, po, në anën tjetër e kanë edhe pjesën e odës, po lexon diçka, po më duket një familje, unë e po shkoj, unë dytim vazhdoj punën tonë në temen. Sa më shumë më ndohu, pomje nga fshati, sot bash heq më sëmë qëtë mu, punuar nga Haxhi Jashar Kryeziu, Rogon, 2015. Pra, një familje për më duket e ka ndërtu këtë objektin e odës e fshatit. Aj, pas kemë edhe Haxhin atje. Sa bukur e kanë shumë. Po më pëlqen mbi shkrimi, ondi veç e ka në fokus, nuk po ja u lexoj. Përshëndetje. Selam. Si jeni? A jeni mirë? A jepni dorën, se ndoshta edhe nuk jepni dorën. Jo, na po, po. na matmoshme, po, do Ah, ma po, trishte. shumë mirë. Mirë jeni? Mirë. Qish po kaloni? Mirë, Jeni banori fshatit Rogona? po. Fillimisht po do më ju pyet, e lexova një emër, a e ka ndërtu ajo familje këtë odën e fshatit apo? Po. Kështu e kuptova, kështu e prezentova, nuk jam gabim, super mirë. Po, është. Haxhi Jashari e ka. Haxhi Jashari. Qish po kalon në fshatin Rogona? Po, mirë. Kanë me të gjenë pak njerëz. Cila ka qenë arsye se është braktis edhe që ky fshat, basi ko ka braktis, unë s'di ku me shku ma. Po, arsyeja valla se di, pak e kanë bosi trend. Fiks, të pakten këtë fshat veç trend mundet me konë, për ndryshe Po, kushtet i kishit gjitha. Kushtet kanë këta gjitha. S'ka, s'mëngon kur gjë. A u konë Rogona gjithmonë kështu e zhvillume apo vetëm bas luftës? Jo, valla, u konë edhe për para. Jo, mas luftës ma shumë, edhe për para. Por që edhe për para si ka mungu. Si ka mungu, po. Infrastruktura pak ma shumë, mas luftës u rregullu, ndryqimi, asfaltimi, qëto, kështu se. Mirë, u konë edhe për para. Ju e keni nën udhëheqe xhamina? Jo, në që unë jem A ju banor vetëm kështu? gjemat, po. Gjemat, Po. Shumë mirë. Unë ju përshëndes, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Nuk po di as kam jam bojt miqtë e mi. Dorun tina! Veç kur të ndroj emrin komune, 5 euro është me ndru, mirë vëllë. Hajde po shkojmë, që tash e korodhet, ondi me pi diçka. Unë nuk e harroj edhe ondin. Kafeteri Ruma, që po hi edhe nësë në shpiti babes. Oj, zoti shpis! A do një mësafir? Mirë si ju gjete, më shkënaqësi. Përshëndetje, ndërun tina. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ju, si jeni? Si jeni, a jeni mirë? Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Hajtë që po vi për ta zgjati dorën, se s'ka kuptim. Po, Si je, a je mirë, Mirë, qysh ju jeni? si jeni? A jeni mirë, a jeni lodh? Ka pak, ju a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Mulo? Nga pak shtë. Po shkoj në A, tavolinë, shkoni atë, tani flasëm edhe me juve. Ajo prisha muhabetin? Pak, jo, veç mirë se erdhe. Mirë si ju gjete, më Si jeni? shkënaqësi. Si shkoni, si kaloni? Mirë, faleminderit. Mirë jeni? Sa njerëz mikprica jeni, më duket jeni kështu Po, në dhe Rogona veçuma. qështu e kemi shprehi, gjithmoni pritmi njerëzit mirë. Por që është brez pas brezesh për cilë kjo për cilët mikpritja. kjo, qashtë, mikpritja të na është e veçantë. Po, unë e kam hasë edhe tek pjesa e rinis për atë sa më ka ro me i taku sot gjatë rrugtimit. Hajtë në të vogël. Ma kja të dorë. Po.
Tek ne është interesant, ne jemi shumë me Kprica, edhe një jetojmë me shekuj këtu në këtë fshatin Rogan. Kemi edhe njerëz të ardhën prej migrimi që bëhet popullsisë, prej Malësisë, mire mo këtu gjithmonë kanë qenë të mirë se ardhën. Nuk bëjmë dallim a është i Breznicës, a i Muhovcit, a ke, kush ke, të na njerëzit janë të mirë se ardhën. E Vendali, cilët janë? Na jemi Vendali, unë atë Mbi emri, Kryezi janë Vendali. Prej Roganes, po. Janë Kallap, janë Vendali, Rëdhant janë. Fisi maj madhe është Rëdhant këtu në katën tonë, në fshatin tonë, që janë me shumicë. Pastaj vinë Kryezi ka shumë, Kryezi kemi shumë. Mire mo, prej gjitha edhe ka, dhe të ardhën kena shumë, po. Kemi një lagje në altë atje, edhe ata janë të ardhën prej Krenidjellë, po na i pritmi mirë, në shkollë, në xhami, ku do qoftë, në shitore, restorant, mirë, janë të mirë. Bëni ndonjë ndallim, sikur se me gjithë të tjerë të dhe ata. Sikur në qytet na jetojmë. Na jetojmë. Vallai, unë di si thash, kur e prezentova në fillim fshatin, thash, e si mi thon fshat, kur unë pas ka marrë në qytet. Po. Ka pas me u bë? Dëgjoj vajzë, këtu ka qenë para luftës, ka qenë hala më mirë se tash. Rogana ka qenë veç komunë sukun. Ka qenë këtu por dy reka e Muhovcit, hasheni jaknena, edhe disi vojcës, pak janë kanë humbë vlerën e Roganës. Se për ndryshe ka qenë këtu, ka qenë fantazi fshati. Tregu është zhvillu 2 herë në javë. Tregu i kafshëve, dilën edhe të Merkurën. Tregu i gjelbert është zhvillu vetëm të Merkurën. Vazhdon të zhvillohet, po? Jo, tash jo. Po, i njerëzve po, më shumë pak. Neve, rinien tonë e kanë humbë supermarketet. Te na qëre viva si ka ardhë, unë punoj me një market vogël e komunal që është në fshat. Mire mo, rinis kemi. Njerim për neve, për një moshat e tona që rini nuk kemi. Ka nikë rinia. Për njerim është, besoni. I ka mbi 500 shtëpi ka tu një Roganës. Mire mo është një gjohë që ma shumë se 100 shtëpi janë pa njerës. Me dry. Të mbyllën a janë, që ajo është për neve. Por që fshati është bukur zhvillum, a nuk e kanë gjetë vetën rinia brenda fshatit? Zoj, ku me gjithë? Ska punë. Fabrika i kemi pas, mira janë zhvillë. U konë magnesiti, u konë riki, ka pas mire, më ato shiten për hekra, tash rinia, markete shemull për merë 20 femnë në punë, e më rinia, që loj gjalli Adnanit, ajt jetëri, qantët në kradhe me shku në Gjermani. Që kjo është të na shumë keqë. Po më duke që shteti i kalon harres fshatrat kështë në përgjithësi. Qëre, migrimi Çka i kish kthy? Ndëgjo, migrimi i popullsisë gjithmonë ka pas migrim. Më tash është interesant që Po shkeputemi, e zoni, e vazhdojmë. Indrum, unë ju falendroj për kohën, faleminderit që na i hap dyert. Faleminderit edhe për juve që keni ardhur me na vizitu neve. Jeni të mirë se ardhën gjithë herë sa ardhë vini, jemi të gatshëm mi dhoni intervista. E vlerësoj. Po ju përshëndes. Mirë kalofshi ka shkofshi. Faleminderit shumë. Ditën e mirë, çdo të mirë. Juve nuk po ju pyetja, po besoj që mirë kaloni. Po, faleminderit shumë. Çdo të mirë, respekt. Mirë pofshim, edhe këtë çunin e ri po ata që veç një pyetje më alçu shpejt. Çka të ka ndalu në Kosovë? Një i ri, po të shë brenda fshatit, të punu, të qarkullu? Po, kjo është biznisi jonë, edhe menaxhojm me familjar, me babën do me thonë, edhe nuk kom pas nevoj me shku jashta. I kom 2 puna, për momentin jena shumë mirë edhe nuk kom interesim për me dal jashta. Puna tjetër që e bën? Puna tjetër jam shofer i ndihmës shpejt, këto në QMF Rogan, edhe për këtë arsye kom nejtë në Kosovë edhe nuk e kom një mene me dal pi Kosovës, se shqyqër Zotit i kena fund shumë mirë. Shqyqër, paske shumë arsye për me qëndru, jeni një shembull shumë i mirë për rinin, Faleminderit që edhe në juve. Kosovë punohet, jetohet, veç nëse dënë. Po, valla, veç nëse dënë edhe me punë arrijet gjithë shka. Faleminderit shumë për juve Ishte që shumë keni kënaqësi. ardhur me na vizitu. Zoti ju dhash për recet. Faleminderit shumë për juve. Respekt, çdo të mirë. Miru pofshim. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Sa njerëz mikprica që janë, shpeshherë them nuk po di ndoshta dhe nuk kam fjalë me i komentu, 3 herë u çun për neve, do thot
Shumë njerëz mirë, shumë të kulturum, kam ja mojt që tashti. Ka të shkojmë e kemi mirë, ka të dojmë. Hajde po vazhdojmë kështu. Kohën e kemi hera shtë herë kështu. E kemi kohën me djelë, vrancira, herë më shënimi jokne, herë pa jokne. Kështu që, po shkeputemi pak, se më duhet me vesh jokne, se pak fëto. E tash me qëtemi, banor kemi taku mjaftueshëm gjatë rrugtimit, por se si është me ju hy në përshtepe këtyne në Kamenic këtë në Rogana, mbetet me u po tashën e ko me provu në një shtëpi sa e bukur kjo dhe u borri perfekt, gjithçka si ata hojnat kështë që këqyrë, sheft. Hajde po provujmë vesh të shoka e ko hymjen, apo shkojmë on t'i kështë? Kështu janë njerëz mikprica, kam tha për disotën herë. Po, me i hin kamir, me i hin me kamir në shpe, nuk e di. Po, dhe one qka s'provoj. Pa provu zbën. Qenë ka në nënveshgim të kamirave. Tja bëj përshëndetje. Sa bukur e pas ka u burën. Perfekt. O, sa po mi e bukur kjo. Te bëjna i fatë. Edhe pas ka me ndryqim, muri. Përshëndetje! Unë me kamir, ju më hinë këtë në bërëzdia së të kujna. Faleminderit që më zi e dorën tina. Ardiona. Vjen mirë, si Edhe jeni? neve gjithashtu. Apo ju pengojmë simi me kamir. Se tash edhe nëse nuk më pranojnë, të pakten që të bërë po ja u lavdoj edhe po ici. Absolut, jeni të mirë të ardhur. Faleminderit që. Bojrëm, më një më ardhë. Mirë si ju gjetem, apo ullëm balkon. Kini qef edhe në balkon? A kina i pjesë ku mos mi dodhë që tu? Keni me gjithë tonë. Je nuk hi. U zët. Kjo është balkon, nuk është dhomë. Ani që kështë po hinë kështë? Se gjëna sa poster e paske, ma bën halal. A di si thashone, më kanë pritë shumë mirë. Mirë si ju gjete, mi faleminderit. Qëfar njerëz të kulturum, qëfar adetësh interesante. Ju lumt, hajde u këto fërmije, më së më rënë kom, që të ngatë, po du me full me juve. Edhe isha të i thonë publikut, unë e kam taku shumë banor rrugës, po tash me hinë me kamir, am presina, gjysha. Po njerës jemi pse ja, jeni të mirë se ardhur, një ju, po kush do koftë. Faleminderit Dera shumë. është e hapur, po gjithë. Mu po mbot shumë qefi që em ka dollë para një zoj. Edhe jeni shumë shembull i mirë që kur të vjen dikosh në borë, do të me hop diren. Edhe nëse nuk del para kamerës, paktën mi tha ordnë, çka po dënë? Për çka e dollë? Që atë ka qitë puna. Ashtu është. Mirë jeni? Mirë, faleminderit, unë jam Ardiona. Po. Jam gruaja e Adnanit, kam 2 djem, Getin edhe Blendin. Kam një nuse ku na ka sjellë një nip para 3 dite. Hajde urime, me jetë Keni ardhur me gjatë. bereqet edhe jo. Faleminderit. Po po, qefe si ja pas kam qëllu që e ko morë në një familje, tamam kështë më ngëzëm jeni ende. Do me thonë me shiu edhe tortën e bebit. Wow. Edhe pije pas kem pa kofi, tortën e bebit. Si ja keni vendu semrin? Noel. Egzoft. Po. Jo, a qëri gjyshe. Gjyshe. E ndjesia gjyshes, ma tregon, ma përshkruj. Nuk e kam mendu që është kjo. Gjithmonë të vjetrat kanë thonë se është një ndjenjë ma veçantë se fëmia kur vjen, joti është ma veçantë është e nipit, ato si ja këm besu, po me kalimin e kohës e përjetova edhe unë një ndjenjë pa përshkrushme. Thojnë mjolta e mjoltës. Bash, ashtu është, që ke fjallë tamam kish vlefë shumë të madhe. Po, fiksi për shtatët kësoj që ka po të me Mendoj thonë. që jam gjyshja ma e lumtur në botë. Gjyshe, apo kujdes është oj gjyshe? Pak jo dhe shumë, pak e kam atë panikun, po nuk Kishe jam harru? ajo. A kishe harru? Me gjithë se po, thuj se që 27 vite nuk kemi po bebë asë në shpe, asë në familje, rreth ngush, kështu që ish pak po adaptum. Ish nota por pak ma problem, po vazhdum mirë. Si bebi Po, me qenë bebi mirë, shumë mirë, bebi edhe- shumë i afërt me neve dhe kështu që ai na adaptoi neve para se na me adaptu me ta. Por që edhe jo qenë keni nu se ja jep një mbështetje shumë të madhe res. Inshallah mendoj që
Ja japi atë. Kur më prite mu si mas miri, por rene mund qështë. Mendoj. Ju ljumë. Po, Ju? mundohem. Po, normal, brenda mundësive se cilë. Unë punoj si frizere, punoj që 33 vite frizere, për momentin jam, do me thonë, në pauzë punës shkaku i arsyes që në ka ardhur një për jetë, edhe mendoj që shumë shpejt do të me startu Unë ty i prapë. prek fleksim the frizire. Mirë, kështu i paske po të rikan. A kom në sen keq? Jo, gjithçka natyrale, unë gjithmonë shkoj ka natyra, gjithçka ka thjeshtësia, ato më bojnë përshtypje me bo edhe te klientja. Punë po bëhet me që e keni lokalin, e keni... Po, kam lokal. A ishte ai lokali që e posh ma heret, po Ardiona, a? Po, ajo është, po, atje poshtë, do me thonë, E gjitha kam jemi përmend. zbashku, jemi gjitha zbashku, ka 7 lokale, do me thonë, përballë njëna tjetrës, gjitha janë komunikojmi, bashkëpunojmë me kolegët tjera, janë perfekte të gjitha. Si cila i ka klientat e vetë edhe i ka sektoret se çfarë punojnë ato. Po se cile ka riskën bukën e vetë. Brenda lokalit, numri stafit, apo jeni vetëm vetë Unë, aty? do me thonë, punoj gjatë jashtë sezonës, punoj vetë. Mrena sezonës, se i kemi sezonat e ndame, kam edhe grimere, do me thonë edhe ndimse për frizere, do me thonë për flokë. Po, nuk e punoj depilimin, thojt, këta i kam anashkalu me një fjallë, se nuk më lejohet ata mi punu, arsye e shëndetit. Po. Por që edhe me flok i punë mjaftushëm. Po, mjaftushëm, jam me knoqën, kur në këtë rath që jemi, me gjithse banorët jënë paku, numri i banorëve ka ra, po puna është mirë. Unë jam me knoqën me punën, edhe me dasht me pas ma shumë, unë nuk jam gjendje të punoj ma shumë. Normalisht brenda Për mua është shumë mirë, po, se unë jam edhe familjare, ku punoj do me thonë, edhe pak në shtëpi ju ndihmoj, po ju ndihmoj edhe shokut edhe fëmijëve do me thonë restorant aty pak, mëngjesin ju ndihmoj, pastaj shkoj punoj atje. Sa me pas diçka tonën shumë e mirë. E din që e ki një biznes tonën. Mendoj ashtu. Mendoj edhe çdo femën tjetër që i jepet mundësia mos rrin pa punë. Spaku 3-4 orë në dite, mos 8 ose më tepër. Jeni shumë shembull i mirë. Sidomos për gjinin femrore që jetojnë brenda fshatit. Se jo, do të me punu të gjitha. Ndoshta çka kanë mundësi, dikush e ka atë pjesë, dikush këtë pjesë, dikun më kyç me një fjalë, me një korsa, me një diçka tjetër, mos të rrinë ashtu kot se është monotoni e madhe këto në fshat, do me thonë me një fjalë, ki ka qenë një fshat shumë i mirë. Po tash me praktisjen e fshatit, njerëzit që kanë dalë, do me thonë nga fshati, kanë shku në Gjilane, në Prishtinë, në Gjermani, gjithka, tash është një numër shumë i vogël, edhe rrethina se neve na ka mbajt malësia më herët, kanë qenë rrethi shumë i madh, ku gjithë rroganën, do me thonë e kanë mbulu me gjithë të mirat. Tash masi janë largu nga fshatrat malore, rrogana pak e kanë një ramje ekonomikisht. Sa bukur që flet, më ke hamend. Veç që të kështu kështu, a nejtni? Mendoj ashtu. Kjo jam. Shumë mirë. Ju e keni mikpritje, nishit njerëz perfekt, shumë mikpritca. Jo juve për te na është dera hapur për gjithka. Po, tash po du më një pyet, sa keni arrit me përcjell tek brezat e ri? Traditën. Tradita është kjo, unë do me thonë në këtu kam jetu që 34 vite jam me martu me këtu në Rogan, gjithçka ka qenë perfekt. Kam marrë me një familje, do me thonë shumë të mirë, shumë përparimtore, të kulturume, kështu që nuk ka ndru adetet e pikaveun e pikaraqevës në Rogan, absolut. Kam qenë një femën shumë e lumtur, shumë ma e lirë, do me thonë, nuk e kam llogarit as edhe njëherë që jam e martume. Kam përkrovjeria, kunatat, kunet, rrethin përgjithësi, as edhe njëherë nuk i quj Roganas, po i di sikur kur i kanë familjen komplet fshatin. Vje keq, ta kaloj di kam pa përshëndet. Kështu që edhe fëmijët ashtu dhe i sot, ndoshta, me vonë nuk i di, dhe i sot mendoj që asni e keqe nuk është ardhur për fëmijëve ose një fjalosje ose një sharje dikon se nuk i bojmë në shpejt, do me thonë ato, edhe do me thonë pasqyre jonja janë fëmija. Me një fjalë kur je martu i orsin shpit babes, nuk e vret ndonjë ndryshim. Nuk kam që marrë moshë shumë 3, moshë ende pa i botë 18 vite, kështu që ka qenë pak sfida, jo. Ajden me ndru vendin, po një vend shumë i afërt, po e njëjta thuj se për mu. Mu më kam prit me një sofër shumë të begatshme. Po, faleminderit. Na po ikom nga dalë,
Nuk po ju marr ku më shumë. Nuk do të ikni pa e shiju edhe baklavën edhe tortën e Noelit. Unë nuk di as çka kam që të nxjerr. Inshallah bile 1 euro i kam s'hiç di bibit. S'ka nevojë hiç. 1 euro 20 cent. Ja s'bën këshrish me dal. Që çtoj pota? Se çonte ne Mushin gjepat plot, atëherë në bju servoj. Po, faleminderit shumë. Shpejt ju nuk ju marr ku. Ande Ziglit të pak, po të nejsa nuk kom për bis kur gjatë tjetër, shefe gjipat. Qëtu i pota, s'ka kuptim. Sa e di unë do të më lon hekra bibav. Se letër nuk na i ka qitë shefi porë të alo, rrugat. I që sa dush? T'ja këshyri onë dhe të kolitën. Të ci? A e kje që jam, që të një. O vallojnë veç ka i pota që të do tima. Ja kam qëllu baklavët në shtajnë. Një që shkom qef. Cila është juta? Jutja? Këjat janë të mijat, kjo është e mbushur me kiksa e kokose dhe orra, ajo është veç me orra dhe është baklavë, do me thonën haz baklavit që i thonaj. Atëhere, unë jem korreshtore me provu këto të mbushme me kiksa. Eja, diçka për nëllë që të kamire të hokshë për qifi, për lezeti. A e pat rezultatin që kom ditë me bo. I lumshin durt zojës të shpis, përveç që ishte fantastike gjatë bisedës me të, edhe baklava, si mund tjetë ndryshe. Oje zoja shpis na ekem! Zoti ju dhash bërë qetë, e faleminderit shumë. Faleminderit dhe për juve, këtë lule jam për juve. Faleminderit shumë, faleminderit. Ju falemderoj shumë. Faleminderit shumë. Jeni të arur kur do herë. Nderin që na keni bo sot, ka me mbet shumë gjatë në mendjen tonë. Shumë falemderit. Faleminderit e shqyr Zotit që ekzistojnë ende njerë sikur se jo me gjithat mirat. Shumë falemderit. Ishte shumë kënaqësi. Shumë falemderit. Atë përqafoj. Faleminderit. Shumë rrugë të mbarë. Faleminderit Pa shumë. qikësime gjithmonë. Amin, inshallah dhe me juve bashkë me bibin. Shumë falemderit. U knoqët Shumë gjithë falemderit. jetën. Miru pofshim. Ju uroj gjithat mirë. Faleminderit shumë. A kemi harru diçka? S'kemi harru. Syzat mendova, a jenë tuat ju, a? Po largohemi nga kjo familje, nga kjo super familje, shumë e përmbushur. Faleminderit pathonësisht, nuk ka as koment, as nuk dën koment. Njerëzit si këta u shtofshin, po shkeputemi. Mes për cilësja, po i lojmë lullet në makinë, edhe po vazhdojmë rrugtimin, po e komentojmë fshatin, po e komentojmë një fshat si Rogona me njerëz, si kurse të fshatit Rogona, jo lumt, veç marifet kanë tregu sot. Hajde po i lojmë makinë, ka e kemi makinën. Larga, hajde po këthejmë. Përshëndetje! Si jeni? Mirë, A faleminderit. jeni mirë? Mirë. Që dora mos besofsh. A je Si mirë? mirë. A je lotë? Që shpo kaloni? Mirë, mirë. Të punu, po jeshe gjatë gjithë kohës Po, në po. gjarkullim. Po, Qa po punoni? Qa po bëni? punoj me një plas, me një depo që tu. Jeni banor i fshatit, po? Jo, unë jam shati Qipashnicë, ku ke qenë më herë. Qipashnicë se ja për me. Po, po, Ramazan shumë Qiku. respekt. Shumë respekt për juve. Ju gjitha fshatra punimet po i bëjshet qarkullimin ma të madh fshatin Rogona, a? Po, na këtu e kem placin, na i kushëri ju, unë jesha ka placin këtu. Punojna këtu, që 17 vite punoj. Por që kishit raporte shumë të mira me këtë fshat. Po, po. Po s'ka njët ky fshat që krejt veprimtarit po i kryshit këtu? Na lidhe miqasia shumë me ta, miqasi kje. Miqasi, po. Shumë mirë, me që nuk jeni banor i fshatit, respekt për Hajde, fshatin kaloni mirë. që jeni Shqipashnica. Më ka mbet mendje. Faleminderit, respekt. Hajta po fshahojrin. Jam të e po, vetëm kujdes, edhe një tjetër barnatore. Përshëndetje, si jeni?
edhe një tjetër barnatore brenda fshatit. Sa barnatore u bënën gjithsej, kujdes! Sa barnatore u bënën? 1, 4, 5, 6, 7. Vetëm kujdes, kujdes. E, Kingo, hajde pak që të flasëm. Ditën e mirë. Kjo shtëpi, po më duhet të ka edhe një lokal, po. Deri që me kafe, muhabete, sa që tensioni po dhe me mëra. Po me lëgjen edhe Rogica, se dia ka shumë shtëpi, në Rogicën që po e shohëm gjithsesi do i marrëm me dron. E kam cek krejt në fillim, Rogona është një fshat të jetë i madh dhe për shkak që asë minutazha nuk na lejon, ne nuk mundemi në secilin Rogic, por gjithsesi po mi do i keni të shfaqura me dron. E tashme që mi u afruam pranë disa objekteve. Shkolla, 2 shkolla jem të i po me siguri është fillore dhe mesme, ashtu po supozoj, ende nuk e kam këtë informacion. Një ndërtim e sipër, se dia është në përfundim edhe dritor pas kam bet pa i qitë, mos ndodhë është qirdhe. Gjithsesi do e marrëm këtë informacion, jam të po fitnesin, midis fshati, fitnesi. Mundë me thonë lirshëm është fshati e parë që ka dhe fitnesin brenda fshatit. Një fshat shumë i zhvilluar me sipërfaqe, e kam cek edhe me heret, është bukur i madh, po ashtu edhe me shtëpi. Si dhe me numrin e banorëve momentalisht, pra rezident që janë brenda fshatit. Ne po vazhdojmë kështu me pjesën e komentimit, kemi shumë objekte, ndodh që ndonjëra mundet edhe me mikë, se nuk e di sakt se çka mundet me konë, po për atë sa ma ka psyni, nuk e lo pa e thonë. Jem të e po, është qendra mjekësisë familjare, po shkojmë drejt qendres, pak po i hallakotëm stafin, po shkoj të shoh se si po na presin fillimisht, edhe po morëm ca informacione përveç qendres, po ashtu edhe për fshatin. Hajdeni. Shtyllat elektrike i pas kanë 3-ja. Kja më interesën. Pas tërti, rregull, siç edhe po e shihni, kontinjeri këtu brenda u burrit. Sa i bukur është objekti. Hajde, bismillah. A bona këshë jam paciente, pa mikrofonin ku me lance. Se di se qka është ai objekti edhe kjo është me këto mohëta. Përshëndetje, si jeni, ajni mirë? Jemi me Kamir, përshëndetje, si jeni, Dorontina? Mirë jeni? Qish po kaloni? Mirë, farmest. Mirë si keni ardhë? Mirë si ju gjete me shkënatësi e jona. Mirë, farmest. Më bo shumë qefi që brenda fshatit është edhe qendra mjekësisë familjare. Fillimisht kur është ndërtu objekti? A qëtu a i menë aty? Ku doni ju në shpit juve jeni, ku më të zoni ju në aty? Pak ma komod. Në rregull, faleminderit. Mirë si ju gjetëm. Po e lo kështu po besoj që zoni mirë dhe gjuhë. Shkullani. Qëtë, ka rikën e së të pengon, ose? E mirë. U bo. Shërbimet shëndetësore në fshatin Rogan kanë fillu dikon viteve 1974. Me atë sistemin e atërshëm. Nësa nga viti 1999, shërbimet mjekësore në fshatin tonë janë rritur në kuptimin e orarit. Dhe ky orar në vitin 2021 është bërë 24 orë. Që nga viti 2021 ofrojmë shërbime 24 orë. 24 orë po më bëtë shumë qefi. Unë këtë dëshirë kam në çdo fshat me pas, normalisht është domosdoshme. Shëndeti, në çdo moment mundë me na tratu. Isha duke ju pyet numri i stafit sa është, me që jeni 24 shtatë. Si? Normal, rritja orarit ka kurzuar dhe rritjen e numrit, për shkak se për me mbulu këtë orarin. Momentalisht dikon 39 dhe i nëmrojnë. Si stafi për gjithë shumë. Qëto objekt e ka ndërtu një shoqat. Qëto ku jemi këtë për momentin, para 14 viteve dikon. Realisht pak ku shkaktru, se që 14 vite... Po duket? Mirë duket, po pak doken do kështë dëmtime kështë fizike, sepse su investu. Pritet investime, ka kërkesa për investime, se që komuna e ka parastysh. Me që fshati kam dëgju se është me shtrirjet e modhe, pa është edhe me numër të kooperacisë, ka qenë domosdoshme me pas një qendër mjekësisë familjare.
Përveç qendrës, çka ka brenda fshatit, diçka që ja vlin me cik? Si ma kështë përkufizu fshatin në Rrugëçicë? Që ka interesante diçka. Keni shkollën, një ka dy objekte? Nga shërbimet publike, po, kemi shkollën fillore edhe shkollën e mesme, edhe qerdhja është në ndërtim të sipër, nga shërbimet publike. Kështu e thash nga pikpamja jeme edhe ja pas na qëllu. Shumë do thotë keni shkollën fillore dhe të mesme, po, shkollë e përzirë, domethënë është mix. Ishte shumë kënaqësi nderuar, faleminderit për kohën. Faleminderit që na i hap dyert. Respekt, çdo të mirë. Ja pra, edhe ambulanca, ju lumt, ishin shumë informacione që na i morëm nga kjo qendër mjekësisë familjare. Drisa unë di kujdeset për pamjet, unë po zbriti dal nga dal, poshtë, po shkoj drejt fshatit, kemi shumë punë për të bërë. Fshati është shumë i madhë, me sipërfaqet e madhe, por se do kemi fatin me taku sa më shumë banor mbetet me opakja, për gjatë ditës së sotme. Hajtë po shkeputemi e po kalojmë në një pjesë tjetër të fshatit. U rikthyem në qendër të fshatit përsëri, në fakt mu ka pështjellë fshati që ta shkrejt, nuk e di as ku fillimja, mbarimja, se fshati është shumë i madh, por u rikthyem me i kalu ca rrugica që nuk jemi kon ende. Ora ka shënu dikon 16, e pas ditës ne ende jemi rrugëve të fshatit Rogona, si që paralajmërova, ka me qenë një emision bukur i gjatë, keni që ka me po... Ajni lodh! Mirë, faleminderit. Ka me qenë një emision që keni që ka me po, që thëmën e marifet me sy, këto sot do thot veç marifet kemi po, ju lu mu mbot shumë qefi që kemi shumë shatra gjithandej Kosovës me njerëz si kurse ishin sot në Rogona. Po si nuk ka morë në Kamenicë ma heret, po kanë qenë aqë shumë datat e ngarkume sa që me ze kam gjetash një ku, por do jemi me shpesh si që ju kam paralajmu. Këtu pas kam fillu diçka me punime, rruga është në punime sipër, e pas kam po pjesën e gurve, pas kam shtru, edhe një tjetër rrugic, kam harru me cek, pastërti gjithandej. Fshati e ka një pastërti të dukshme, shifeni asë edhe një mbeturin brenda fshatit, brenda rrugve të fshatit. Gjithandej kemi shportat e mbeturinave të vendosura, kështu pran o burreve të shtëpis, njerëzit janë gjatë gjithë kohës në lëvizje, të punu. Jo lumt. Jam shumë e lumtur që ndodhemi sot në këtë fshat, edhe mëse e lumtur se kom që ka me prezentu në gjdo hap që po e qes, veç mirë. Tani s'kam fajbre, nuk kom rënë qëtë pa e thonë. Edhe një tjetër rrugic që të qënë deri tek një shtëpi atje. Njerëzit janë në përoborë, si që thash të punu, një tjetër rrugic, fshati është shumë i madhë, shefene. Gjithandej rrugica sa që mu ka pështjellë krejt që tash njëjtë po mdel, ka nisë ma silë, si me kome Ramazan, ondi po qesh. Sa e lezetshme është kjo shtëpia, mini shtëpi e vogël, shumë e lezetshme, më pëlqenë shumë. E vogël, e modhe sa dush. Është e pa mundur në Kosovë, gjithandej fshatrave, shtëpit e bukura, ndërtime. Thëmë drejte nuk kam pas kështu pritshmëri që në fshatra ka kaq shumë ndërtime të bukura, këta leqet flasin kështu, po dhe prej makinave. Edhe këtu diçka me lavrime, tash jemi në pranverë dhe punimet veç kanë fillu përgatitjet në mbjell patate, domate, patligjona, kumpina. Po kalojmi me pamje, Dori largohet nga pjesa kuadrit, andi
Kujdesu për fshatin, publiku dënë me I po shtepit rrugë-rrugicat, sidomos pjesa Mërgatës, këtë rast e shfrytëzoj rastin me I përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Rrogana, cilët e kanë kërku fshatin prej shumë kohësh, mund të me thonë qyshëm fillimet e emisionit, por ja që sot ka qenë e shkru me marrë në fshat, edhe me pasuru mënyrën më të mirë të mundshme. E them shumë herë, në një fshat ku nuk ka atmosferë, ndoshta nuk kam pas fat që kam ardha ditë. Ndoshta s'kam pas fat me I taku personat adekuat, cilët dalin para kamerës, kanë çka me tregu, por asesi nuk them se këtë fshat nuk ishin mikprica, kur heq ju. Gishtat nuk I kemi të dorës, një lese mo, një fshat I tërë. Ondi fokus, shtepit. Botë shumë qefi kur arrim, mi a qëllu ashtu se na nuk I njohëm shtepit e mërgjimtarëve. Po mundohemi në ato tonën. Veç me dalë prej lëkurë. Edhe një tjetër shtepi me dyrë Shqiponjen. Hajde po provojmë edhe në këtë familje me trokit. Të shofëm fillimisht a janë këtë si po na presin. O, sa u bërë I bukur. O, dhe ishë mësë me mprit paja u këqyrë që të bërë nuk e la. Në I qenë? Kuku. Kaj këtu me piktura ishin. Sa bukur bëma një fata. Kur të shë një emisionin, I komine o borën e këtë të bosë filot. Shifeni fontana sa e bukur, sa e lezeshme, a ku të zemër me hy? A bën mja shkel borën, vëllaj, s'kam qa mi bo, ajtë se dy shputat vogla I kam. Ja, s'pja shkeli, ja s'ka kupter. Ja nuk është cilje kje, drontin, ka dole, ku e nisë? Oj, zoti shpis! Papuqet I pas kam paradire, po a jenë kësajde nuk e di. Sa bukur duket mbrëmje ka prolli me drita. A dam t'ilqu dritat? S'pa t'ilqaj. E qa simbolizë mërë kjo foto, kush është në foto? Pronorja. Shë mërë pronori Kingo. Përshëndetje. Si jeni? A e keni nëzeta afto? Kënë njeri të ullok të kënoq. Hajde po dalëm. E rëndësishme, me marrë në pomje një bërë si kjo, ka që I bukur, poster, gjithë shka perfekt, përveç kësa I ka 3 flamuj në dyrë. Është flamuri po djeti shtetit tonë, Amerikës, si dhe mëm Shqiperisë. Po largohemi. Po vazhdojmë rrugtimin. A jemi gati miron fund t'i varfshati. A të thëmë publikot jemi në farën e fund. Mos kom dollë në I katë. Ku është? E mo. Po është varmër, po kjo është sa 3-4 katune. Kjo. Ja nuk u shkru miron në fund. U lo dhondi, u terë. Shefeni sa bukur e ka, edhe kjo pjesa druti ka të renditura, se edhe këne jem të e po një banor, dhe isha me nëzitu mi të regu që jem të e po një banor, këne me dru, nuk disha ka mu qky. Pjesa e ujt, e ures dë vogel. Përshëndetje! Po si jeni, a jeni mirë? Nga pak, ju si jeni, a jeni mirë dhe rëndina? Falemderit, mirë. Përshëndetje, shumë bukur po dukesh. Shina, a një mirë. Jo si jeni? A një lodhë. Jo heq, A jeni jemi mirë? knoq. Po që shtë duhet ka njerë me dalë se ato punë zvitisën kur. Feks. A o që ashtu? Shumë e vërtet, shumë e vend. Ska I keni halë që shkëni? Mirë që të u plok. Ja be ju Edhe pak e shkum. Hala ka vakt për juve, hala Ja, ka po, vakt. ju që po bëni, që po Qena që punoni do me bujqi, me do sera që do po pregaditmi. Po pregaditmi tash. Ha, po jemi mrena? Hajde. Qka keni mbjellin të rumë? Ne kultivojmë i strongove për pjetë. Po, Tash kemi spinaqin e kemi për momentin, është kulturë.
për pranverë tash. Kem spinaqat sera nacional. Sa sera i patë gjithsej? 3. Puna po bëhet? Po bëhet dhe puna, po nuk po kem sigurim na. Sigurim punës nuk po kem. Ku mi quh? Nuk kem grëmbollim, se ne kom punu me grëmbollim. 20 vjetë kom pas kooperativë bujqësore, ku shoqënore në atë kohë, por na kena pas venin e caktuar, edhe kuj kena ble, edhe kuj kena shit dhe krejt. Përmet kanë pas leverdi shumë, edhe na kena fitu, dhe me thonë krejt kena fitu ka pak. Sot? Ti krejt punojmë edhe pak shumë është Por leverdi. që ju tregun e keni, të Merkurën më kanë thënë që bëhet këtu, apo pazari? Kem tregun të Merkurën, na kena pas edhe për para 2 herë tregun e kena pas një javë, po tash e ko ka shku, tash vetëm Merkurën, po nuk kem, njerëz nuk kem, mungesa është të njerëzve, kanë shku të generatat e reja, po na ikin, po na shkojnë për jashtë, edhe atë s'po kanë këtu, s'po kanë ku një para pitimi, as kanë sigurim, as kanë kur gjo, as heqas. Edhe ka tash mungesat moja, shumë kusha ki mungesat. Kështë në përgjithësi punimi i tokave në këtë fshat, Po ashtu punua, vazhdon? ashtu bujqësia është në prioritet, nivel është, mirën me emtari, mirën me plektori, mirën me bletari, mirën me agrikulturë, me perime, me pemë qëto. Po nuk kem në vend caktun ku i qojmë, grëmbollim nuk kem. Pika shitjes. Mungesa, se na kem për çdo ditë mojmë seminare, mojmë bisedime, kejt, amo nuk kem pika shit ku i qojmë, ku i dërzojmë. Dhe që aty është pak mungesa, po inshallah rregullohet diçka të ardhmen për Qysh po moment. mundeni në pazar këtu që e keni brenda Qysh po fshatit, mojmë a? pazar, qysh po mojmë pazar. qysh po- Vera e kalume si ka qenë? Mirë, me bereqet, Po, a? po, mirë. Inshallah keni me pas edhe si vjet. Kem edhe ujën këtu, kem të bunarat të mrena në serë që ko kom edhe naltë atje falë. Kom edhe naltë atje, kom me spinaq që më në marrë me këshyrë, gjithë ato shka mi bo, ku në mjashtë që. Kem konë sot në tregë edhe një... Çmimet po janë të vëllitshme? Po qmimet nuk Për tonë toke. qia, po do po janë të mira, do po shkojnë po na hipi, nafta na ka hyp shumë, nafta është ka hyp shumë për kushtet e tona, për neve është nafta shumë shtreta. Të e marrë parasysh Se ne fitimin. përballojmë na, tash ti 1 litër naftë, 1 litër spinaq, 1 kilogram spinaq në të. Ate po kalojmë këtu bisedua dhe po i shohim edhe sera të tjera. E pas ke këtë çajtën që në pres? Kultivator. Ha po, kultivatori i vogël. Po. E pas kështë i thënë tërtoqi i vogël. Punu këto qetë, pas spinaq që kom pas, që është një tash edhe serën, mëna me shku atje, se pas do të mi bo do reklamime, mi o tregu që për bujqësi pak janë të punu shumë. E, me vazhdu kështu, kujdes. Tash e kom livru, e kom bo gati këto, janë nisi me trangu i mi qitë, që e kom edhe nalë dalë me atje, shikë në qatë për serë, ku kom me spinaq. Nga komuna keni pas në ndonjë mbështetje, heq? Jo, shumë pak, si qata na i kanë dhonë, qatë serë na i kanë dhonë vitin e kalum, të tjera ti kom bo me mundësit e mija i kom leve. Brenda serave me kom po punoni? Po me gruin valla, Me gru. vetë dhe A po gruin e ndihmon kom. gruja? Po më një mon. Qashtë, cili po punoni ma shumë? Vallaj, edhe jam një mon shumë. Edhe ka, Se mas këto- pari ka vullnetin, se pa pas vullnetin, E vërtet. që ata na ka shky, kjo na ka shkaqet natyrore, halas na i kanë dhonë ato domët që i kam vlerësu, halas i ku marë. Halo. Ata është neve na duhet që, Po. e kum nunin dhe e lom përkosisht, dhe shka me po. Po dhe tash juve ju duhet Që, në po këtë tash kohë na se duhen. pranvera i keni Ti ba di punimet. hava, anaj neve atëre në ngoshtën shtator, atëre s'ka ku një par efekti. Që ku e koma dhe këshërështi, dhe këtë spana, qka mi bukë? E kjo zotëria që është me juve, që e keni? Kushëri? Po. Po më pëlqen si ju kështë bashkaresh po punoj shit, mashallah. Që është pas të në që kom. Me do është me shit që tash mundesh. Edhe ka që i jam të rritëm, nuk, është mjaft atë po. Që ku jam të nuk, ko ma i E madhe kur e nuk. ke mbjell, E ku mjell këto i ka një 2 muaj shto. se këtë nësire, kjo rritet në po. zetë. E që qëfar spinaci, amo këto stim du të me heku në këto mjell që tërsen. Me pas ku me i qumë i dërzu, derin 3 herë unë e shpritzoj serën. Rritet e hek, rritet. Çdo 4 muaj japi kështu normal, e ka të çdo 4 muaj, 3 herë 4 12. Amo nuk kem. A ke I provu kum në i pas edhe qytet 4 tjetër të anal. Kosovës? I kum pas edhe 4 sera anal i kum hek. Çka me bo?
s'ki kuj O, qa. kur nuk është mbështetje. Hinë tana na për kupina, hinë ilegalisht hinë pi Serbijës, hinë pi Macedonijës, hinë pi Shqipnijës. Që e pas këtë të Që gatshëm. ku ashtu, e din shka merë, Fix. a shkon e merë, nuk e din shka i ka botin, a i ka qitë pesticide ma shumë shtesë i kanë dhona, nuk e din, kur një par instituti nuk i kontrolon ato heqë. Shumë është keqë, shumë është E keqë. keqe se mundi po ju bjen për toke. Qekë. Kjo është fatkeqësisht, por e tham Kosovë kur nuk ju jepet hapësira njerëzve të duhur. Për shembull ju punoni me ndjers, e me mund, edhe e din çka han. Këto edhe pa e pastru hiç me hongër kur ços të bën. Ja, këta herën e me barja heki, prashiti, kejta mo, nuk po kem, kur gjës kem garantu me heq. Që ma kanë thonë, që ta ma kanë mosua mo, neve në thirin atje shkojmë në për seminare, kem bisedime sa dusha mo, si mos kish ku mi dërzu. Si mos të kishë rezultat biseda sa dush. Ka që atje ku marë për para në kooperativ, kur ku punu në zansat, kanë grumullu, kanë dalë, kanë marë ledhna për mal, edhe kanë shku në për shetitje, në për ekskursione. Kuptone, atë punë vete ku më. Për qurka, mashke, shka ka pasna për malina, që mjedra që bidojnë, i kina marë dhe ja kina unë parët. Dhe një pyetje për fund kisha, nuk keni provu në ndonjë qytet tjetër të Kosovës? Do shta gjeni zgjidhje, gjeni vendi? Jo, qëre për shkuti dikun tash jeja bangji për ata. Sa do ta kish mallin e mirë ti jeja bangji për to, i kanë ato dvet aty, i kanë Rahoveqe, Suhareka, këto Mamusha, këto i kanë, edhe ja kanë mundësu ato i qesin e për jashtë i qesin. Se këto s'ka tre këto të në. Por që vullnetin edhe dëshirin për me punu, Nuk ja u pas ka Ja, Allah, është një, edhe duket punë, duke që 20 vite mirë nëse na kanë largu në atë kopi punë, si më privatizu, edhe më ka desht me gjithë veten që të profesionit tem që ka. Shka me po. Inshallah, keni bërë qetë, e keni fat. Po ju falenderoj, nuk po ju marr kohë më shumë. Japi do kështu për qef dhe spanache, a qitni, Unë e qes. hajde të hep atje do, e kom gatin. Faleminderit shumë. E kom me kushte, këtë me sistemi, me ujitjen e bojmë, amo nuk kem. Sigurim nuk kem, unë e tregova, kom punu 20 vite në sektor shoqënor, kina pa sigurim na për bujqit, për ke shkev ka ndodhë diçka, shkaqe natyrore, na kina dalja, kina vlerësu domin më nërë. Ato nuk i kem. As vizite nuk po keni Ja, kështu. Allah, shumë pak. E tani po thojnë pse po braktisën fshatrat. Ka edhe prej atyre që dojnë me punu me jetu brenda fshatrit, po kur nuk e kim mbështetjen, dika duhet me jamojt. Ajo është paqare, dika duhet me gjithë Vetë po i largojnë prej fshatrave. S'ka fjalë. Unë po ju falenderoj, derisa të ma bile spanoqin. Që ku e komadisht ta qes me një kese. Ha? Ka të këthim? Hajtë, se s'ka dërë shtëllë. Shesim spinaq. Hajdeni me marë spinaq këtu në fshatin në Rogona. Numrin e telefonit e keni, spinaqin veç e pot, ndoqit me i hongër byrekat, tamam kështu bio, hajdeni drejtoni këtu. Ashtë po e presëm, derisa të ma bjen edhe mund një kjesë me spinaq, edhe kësmet vikendit një pitush. Mirë faleminderit i ndërum. Si jeni? Mirë, ju? Qish po kaloni? Mirë, ju si jeni? Mirë, Si po kaloni? faleminderit. Shumë mirë. A voloni, as që të këne që ka? Me u lodh heq ju. Po, bravo. Ju? Ka pak. Qish po kaloni më Mirë fshat? shumë, mirë. Qish po jetoni? Qa po bëni? Qa po kaloni qështu? Me qa po mirë? Qa po punoni? Po ta që me plak në pension, po. Por me punë shpis. Po, me punë shpijes, qështu ka pak. Shumë mirë. A ke orë me bli spinaqa? Me ta Ja, punë? e kam. Këtu hin vet, a? Pa e bli. E kam kujshi, Shumë Kushëria mirë. me zveti. Ju përshëndes. Falenderit shumë. Ju shumë. përshëndes me ju, Ishte ha? knatësi. Na po e morëm spinaqin. I ndrum, faleminderit. Ju bo mirë edhe Zoti ju dhosh bere qitni në qetë. pite, qitni Me me ka. kësmet vikend. Faleminderit për juve në vizit. Ishte shumë knatësi, Zoti ja u dhosh të mbarë. Faleminderit dhe juve. E ju shtof puna se ne kam komen e hojrit. Shumë faleminderit. Inshallah ki komën e letë ja Po, bëjsh mi. vallojnë. Të nere. Vallojnë, po që ti ku shkeli, unë shkrëm. Për mirë, po thëmë. Faleminderit shumë. Respekt, gjdo të mirë. Takomi me të mira. Amin, inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit njerëzve. I përshëndes gjithashtu, faleminderit shumë.
Faleminderit njerëzve mikprica, njerëzve të kulturum, kaq doshtëm. Unë e prapa kamerës jem të e po një djallë, ondi mos shko me kamerë, veç që japi spinaqin le të ma mbon. A mundesh më falë? Faleminderit shumë, se jem të po banur rrugëve shumë, kështu që po nxitojmë. Përshëndetje! A dëni mësafir? Mirë si ju gjetëm. Është knatësi. Si jeni ndërum? Ndërum tina. Ramadani po im pepim ka një kafe mbrenda qëti. O, mrot Jashtë, lik. jashtë, O, jo. mrot lik prej kafe. Hajde po himi mbrenda. Mashallah, a jenë mesat? Mesa është kjo imi. Mashallah, Hajde, sa e Lina. bukur. O, e bukuroshe. O, sa e bukur. Jashtë, ulmi. Hajde po ulemi. Pim ka një kafe jeni. Faleminderit shumë. Unë tash me gjirime çdo ditë në Rogona. Po them tash unë çdo ditë në gjirime me në Rogona. Keni një koma të gjarë, që krejt, ja pise unë kom prit në qitës krejt shënime, tërko. Atëherë juve kom ju pyet më shumë për historikun e fshatit, përgjigjet e shkurta. Përshëndetje, si jeni? Mirë ju? Përgjigjet shkurta qarta i du. Se edhe kuhen e kemi ashtë. Faleminderit shumë. S'po i dothet shoqizme e hece. Deri sa po i dothi. Veç një gotë ujë sa mos me ja u kthy. Ujë, vetëm ujë. Mjafton. Ujë thjesht. Jo, heq, veç një gotë ujë. Faleminderit shumë se një shtatet kafe tensioni ka një shtash me mëra për tuke. Mirë jeni? Mirë. Faleminderit që na pranut në borrin tuaj, në familjen Të tuaj. herë kemi tradit për pranimin e musafirve. Është knatësi. M'bëhet shumë qefi që në Kosovë ka shumë familje si kurse jo. Edhe këtu prej gjyshitim regullisht kjo shtëpi ka qenë në mikpritse. Edhe për historik me Gjon Seresh me krejt, kanë zbrit këtu në këtë shtëpi, kur ende sheja ka egzistu në vitet 46-47 krejt në përmes gjyshitime kanë qenë këtu. Po du me undal tek emri Rogoqic, Rogona tash. Nëse dini historikon e emrit me na tregu? Rogan këtu Rogoqic është një fush e rëthume me pyje edhe rafshine prej aty t'i ka metë edhe kjo se kjo rrëth ka qenë krejt dhe pyje. Rogoqica daton dikun prej vit 1455 kur i ka pas 4 shtëpi aty. Mirë po që kjo populate tanishme nuk lidhet me aty. Rogana është një ndër fshatat më të mëdha të komunës së Kamenicës, në veri lindje të komunës 13 km ajrore prej komunës. Rogoqica si pas gjeneratave të plegjve që i kanë përcjellën është e banume 3 herë. Vendëmbanimi i parë ka qenë një thëjmë fusha e Frekamenit, vesh para me 1000 vjetë. Prej atëherit i kemi edhe emërtimet aty. Kemi për shemën ara e Nikit në i thujmë tash, por aja është ara e Nikes. Ara madhe Nikes, është ju tregoj kur dalmi nalt atje vendi ku, si dalmi, dilni për pjetë, po, me në qizu edhe... Sa të munëm, ka të munëm, se nuk e një fshatë. Edhe tregoj atje, vendbanimi i parë, do të janë qëto dy, ara Nikes e madhe, ara Nikes e vogël. Largësi 1 kilometër njëna prej tjetrit, e kemi pjesën tjetër ku i thonë ara e Emin Nocës, që thirët edhe sot e thirëmi këto, atje. Vendbanimi i dytë i thojmë Fongishta, që do dalmi, do të shifsh vetë aty vendin aty, edhe kjo është këtu vendbanim, bilëm aty kemi pas edhe kishka pas, se ata vorët i kanë pas, ju tregoj ku kanë qenën që tash ka dalë mi aty, që kanë qenë vorët. Gjithë fshati ju ka thonë vorët e shkive, por ata ju konën vorët ortodokse, që para sa kove edhe kishën e ka pas fshati nalt, kisha, vorët në fund të fshatit kanë qenë në vendin. Vendbanimi i tretë është
momentalisht ku jemi tash, këtu kjo është dikun 460 metra në lartësia mbjetërore, që ky rafshi këtu ku jemi. Përveç fshatit Rogona, kështu në përgjithësi gjitha familjes shqiptare që janë onë mbon Kosovës, ç'a mendon te mikpritja, a ka ndryshu? Po tash kanë ndryshuar shembull telefonat, televizorët, nuk ke edhe kushte tjera janë, nuk ke për shembull përpara musafir kanë ardhur deri 10-15 vjet. Janë kombinu ku kanë pas miqësi, për shembull një javë ditë janë ardhur. Tash e ka humb mik ki vetëm një orë. Sa dje me të pa, edhe me kërë largohën se nuk ka ba ai rregull që unë kam rri që të në Rogan, kur ka ardhë musafir ka 7-8 këtu, jemi grumullu deri në 40 vetë më një dhomë 4x4. Që kur qike dera prej dohonit, mjegull është shfuën. Edhe kreqët, sidomos në fëmija s'kemi guxu me bozo aty, se s'na kalon në smehi brenda, kur ka qenë musafir shumë. Ka raste këtu shumë që jënë ardhen, kanë lënë histori, shembull, tradita s'humbet, por të hollohet vesh. Si thëmë plesht është holluën, është fiksu që tash ka mikpritje të miqësisë ngushtë. Jo sikur përpara të shoqit e be pas, po tash është hollu, si thonë edhe është metën ato. Por që dikush ka me mbojt. Ajo ka mu vazhdu rregullisht, edhe në ato. Mirë, po që tash është të ne shqiptarët është pak interesant që në mënyrë vetanake kemi korë suksese shumë, edhe në nivel botërore, krejt të i kemi. Mas bashku nuk jemi në nivel. Qyre. Faleminderit shumë. Me nërë qofshit, urnani kur doni për mikpritje. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Hajde mi qemi po nëzitojmë në shpejtësi dritës, edhe për pak qaste me qëndru në fshatin Rogona. E di se kemi shumë qka për të thënë në këtë fshat, ka shumë gjëra që veçojnë këtë fshat, por po mundohemi në pikat kryesore me i prik. Kështu edhe me përgjithësu fshatin Rogona. Po vazhdojmë kemi edhe një pjesë tjetër bukur të madhe, por gjithsesi të i morëm ca pomje, pak komentim nëse është e nevojshme, nëse ju e lojme kaq. Sa i përket pjesës banorëve të cilët i kam pas në intervist, është mëse mjaftueshme të i marrë parasysh në fshatrat e tjera, se nuk është qenë rastisë me pas kaq shumë numër dhe banorëve në intervist që dalin, na tregu lidhur me fshatin. Ne po vazhdojmë, jam të e po edhe këto e pas na tregu ma heret ujin, pra uren. Përshëndetje. Edhe çka tjetër po shoh, po vletet ceket se fshati është i rrethuar me male, po pra kodrin romalor. Shefeni sa pamje të bukur që ka, shtepit e bukura, rrugica, pastërti, gjithçka perfekt. Po e mbyllëm me kaq, po i lajmë me pamje nga fshati. Përshëndetje! Jo, ju si jeni? Merhaba, si jeni? Miqtë e mi, fshati, shifeni se sa i madhe është, çfarë shtrirje të madhe ka, sa që edhe bujqit janë kthyn shtëpi nga lavra, nga punimet që i kam pas në për ora fusha. Kështu që bashkë me ta edhe unë po eci, po pesa me ditë ku e kum lonë makinën, s'di as ku e fillim, as ju hupë së të krejtë në Rogona, të e marrë parasysh pra një fshat si Rogona, ka që i madhë. Faleminderit banorëve të mrekullueshëm të fshatit Rogona. Ne takuhemi në episodin e radhës. Deri atëhere, mirë mbetëshi!